Dy lloje ndikimesh të dëmshme në sistemin e drejtësisë në Kosovë i ka identifikuar raporti i Komisionit Evropian. Në dokument është konstatuar se gjyqtarët e prokurorët përballen me ndikim edhe politik edhe nga hierarkia e sistemit gjyqësor e prokurorial. Derisa janë regjistruar disa raste të ndikimit të papërshtatshëm brenda sistemit, është thelbësore që stafi i sapo emëruar gjyqësor të funksionojë me pavarësi të plotë. Të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët duhet të mbrohen nga ndikimi i papërshtatshëm dhe nga hierarkia brenda sistemit. Raporti konstaton progres të kufizuar në aplikimin e standardeve evropiane të gjyqësorit. Në të është shprehur edhe shqetësimi për mënyrën se si lëndët e korrupsionit u ndahen gjyqtarëve e prokurorëve. Sistemi për menaxhimin informativ të lëndëve SMEL mundëson ndarjen e lëndëve te gjyqtarët dhe prokurorët në mënyrë rastësore, sidoqoftë kjo nuk po zbatohet me konsistencë. Në fakt, regjistrimi fizik i rasteve është kthyer në të gjitha nivelet e gjyqësorit si mjet për regjistrim paralel. Ky është shqetësim veçanërisht në nivelin e gjykatës së apelit dhe në prokurorinë speciale, që merret ekskluzivisht me nivelin e lartë të korrupsionit dhe me krimin e organizuar. Përkitazi me zgjedhjet dhe shqetësimet e shprehura nga Komisioni Evropian, koha ka adresuar pyetje te Këshilli Gjyqësor ai prokurorial edhe te zyra e kryeprokurorit të shtetit, por asnjëri prej këtyre institucioneve nuk ka kthyer përgjigje. E zgjedhjet janë komentuar nga Prokuroria Speciale, por ka munguar përgjigja për vërejtjet që lidhen me ndarjen e lëndëve. Sipas raportit, Kosova ka shënuar përmirësim të dukshëm në trajtimin e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë dhe ka treguar sukses në luftën kundër krimit të organizuar, përfshi rritjen e numrit të aktgjykimeve përfundimtare dhe shqiptimin e dënimeve nga gjykatat. Në bazë të raportit të KE-s, Kosova ka bërë përparim në trajtimin e rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë, duke rritur numrin përfundimtar të dënimeve, por është shprehur brenga për rënien e numrit të hetimeve dhe dënimeve në korrupsionin e nivelit të ulët.